Nëse për të ngritur një park, kënd lojrash apo shëtitore kërkojnë investime, për të mirëmbajtur duhet më shumë se kaq. Duket se ky është edhe misioni më i vështirë i Bashkisë së Tiranës. Pas përfundimit të projekteve në hapësirat publike, shpesh përballemi me dëmtime, thyerje apo ndotje nga vetë qytetarët. Këto thyerje të ndriçuesve kanë ndodhur ditë më parë në shëtitoren e re të Farkës, ndërsa në këndet e lojrave brenda lagjeve dhe në parqe ndodhin dëmtime thuajse çdo ditë. Zona më problematike për Bashkinë e Tiranës është parku i madh i lojrave në kodrat e liçenit. Qytetarët nuk respektojnë tabelat orientuese, si për lojrat ashtu dhe mjedisin. Parku liçenit kemi shumë dëme, ku më kryesoret janë që për shembull nuk respektohet fare asnjë lloj udhëzimi dhe në lodra që janë për shembull për 12 vjeçar apo për 7-8 vjeçar ulen njerëz që janë nga 60-70 vjeç, nuk e respektojnë pjesën e këshillës së inspektorit apo të këshillës pra është e pamundur që të mund të funksionojë do të vetëm me gjoba dhe vetëm me represion. Kjo është një çështje që duhet vi nga gjithë ne. Kjo vjen ndoshta nga fakti që nuk kemi mësuar me lojën, nuk kemi mësuar me lojën publike, me hapësirën publike. Drejtori i parqeve dhe rekreacionit në Bashkinë e Tiranës, Blendi Gonxha, u bën apel qytetarëve të mirëmbajnë hapësirat publike dhe investimet në zonat e tyre. Sipas tij, numri punëtorëve të mirëmbajtjes dhe fondet nuk do të mjaftonin pa mbështetjen e komunitetit. Çdo fond që ne përsërisim, rihedhim për të mirëmbajtur dhe për të rregulluar dëme apo kundravajtje të cilat mund të shmangeshin lehtë me edukat, me një kujdes nga nëna, me një kujdes nga prindi, do të thotë që i kemi hequr vetes një shërbim diku tjetër në qytet. Për dëmtimet e vazhdueshme në parqe dhe hapësirat publike deri tani nuk janë aplikuar gjoba. Bashkia e Tiranës këmbgul në ndërgjegjësimin e qytetarëve, pasi gjobvënia nuk është mënyra më e mirë.